Pas një periudhe të gjatë larg vëmendjes publike, këngëtarja e njohur Beatrice Ramosaj ka vendosur të rikthehet në rrjetet sociale me disa imazhe të reja nga pushimet e saj buzdetit. Si gjithmonë, Beatrice shfaqet me shumë stil dhe elegancë, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve me format e saj perfekte dhe sharmin që e karakterizon. Në fotot e publikuara, Beatrice shihet duke shijuar diellin dhe detin, teksa fancat nuk kanë nguruar të komplimentojnë për dukjen dhe natyralitetin e saj, por ka dhe nga ata fanca që i quajnë Miss Plazhi. Siç e kuptojmë dhe siç duket, këngëtarja ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku prej disa vitesh e ka shpërngulur jetën e saj atje, duke nisur nga zero, madje edhe duke hequr dorë nga muzika. Por fancat kanë ende besim se Beatrice Ramosaj do të rikthehet në muzikë, madje me një super projekt, por se kur do të vijë ajo ditë, e di vetëm ajo. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.